إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahu subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë për ti falje dhe udhëzim e kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetet më të mira, mbi më të mirin të dërguar, mbi më të mirin pejgamber Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shfletojmë diçka nga libri i Zotit e nga fjalët e të dërguarit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, e pastaj edhe nga shpjegimet dhe elaborimet e dietarëve të muslimanëve mbi temën e folur. Do të shkëputemi sot nga vargu i ligjëratave të zakonshme që i kemi filluar në këto hutbe, nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të grumbulluar nga Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala ibn al-Adab al-Mufrad, për diskutuar për disa fenomene dhe dukuri dhe punë të këqija, të cilat ne kemi fol, dhe xhallarët i kanë fol, dhe dietarët, dhe vazhdimisht flitën. Mirë po, kur përsëritën, duhet patjetër që të përdorim mekanizmin e fundit që e kemi në dorë, dhe ajo është këshilla dhe nasihati dhe vajzi, ndoshta do të ndikon tek dikush i cili ka mundësi dhe nuk është prek me sebepët e këtij fenomeni. Të nderuar xhamat, rinia dhe të reja të muslimanëve janë shtylla e ardhme e kësaj shoqërie. Andaj edhe duhet shumë me kujdes, dhe duhet shumë me përpikëri të shikohen zhvillimet e tyre, karakteret e tyre, edukimet dhe tërbijet e tyre. Sicili prej neve është përgjegjës për ata të cilët i kanë në kujdesin e vet. Ka thënë alayhi salatu wassalam: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ka thënë alayhi salatu wassalam në hadith, çdo njeri për juve është përgjegjës. Ra'ina, kur ti kujdesesh, majtas, djathtas, ushqimi, veshja, të janë, ti je përgjegjës, krejt jeni përgjegjës, ka thënë alayhi salatu wassalam. Çka do të thonë përgjegjës? Ti merresh llogari për ata. Ti ke munal për çat punë. Por çka kena më marr, ka thënë alayhi salatu wassalam, për atë çka e ke pasur kujdes, që i bie se familjen tënde, e vladët e tu, ti ki mu vetë çka ke bo me ta, si e ke rrit ata, si e sill me ta, a mos valle ki kriju e të aj gjëra të cilat nuk janë të përshtatshme për me jetuaj normal, apo mos valle ki bo presion, apo mos valle presioni jetës dhe mos arritjet të jetës tua kanë bo që ti të reflektosh të aj me presion, e tjerë që do shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Të ndëruar që më dhe flasim sot, edhe pse kemi folë në shpesh, dhe u xhallar kanë folë shpesh, por fenomenin cili po na e trazon shoqërien, e që nuk është normale të musliman me kanë ky fenomen, është fenomeni i mbytjes vetës, vetvrasjes, që njerëzit ta përfundojnë kapitullin e jetës duke e mbyt vetveten. E pse njerëzit e mbytin vetveten, të nderuar xhamat, do të shohim me lenin Allahu te bareke ve teala disa prej shkaqeve. Mirë po, statistikat që flasin se sa njerëz vriten në botë janë frikshme, por edhe tek neve, megjithëse jemi në vendet për shkak popullsisë së vogël, edhe numri është normal krahasim me globin më pak, mirë po prapë shumë. Dhe kjo vetvrasje, ky përfundim i tmerrshëm e trazon shoqërinë. Lërë që fetarisht e ngarkohet me përgjithësi për para Zotit Gjelle Gjelalu, por edhe e kryon një normalitet të një pune të keqe. A dhe da shojmë sot me lejnë Allahu te bareke ve teala se çfar ka tek vetvrasja prej gjërave. Ne kemi diskutuar fetarisht shumë dhe kemi përmendur se Allahu Gjelle Gjelalu këtë punë ka bërë të ndaluar.
Dhe thamë se kur njeriu është i bindur se jeta e tij është pronë e Zotit, jeta e jote s'është e jotja në kuptimin e menaxhimit që ç'dushtin ta. Ti je rob, ti je i krijuar, ti je i vartë, ti nuk je i pavarur. I pavarur është Zoti i Madh te bareke ve teala. Andaj Allahu xhelel xhelalu ka ndaluar në Kur'an vetvrasje. Thot Allahu te bareke ve teala në surën An-Nisa ajetin 29, Allahu xhelel xhelalu ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, o ju të cilët keni besuar, mos i hani pasuritë edhe parat e juve ndërmjet veti me të kota, pra me vjedhje, me kamat, me kazino e tjerë nga llojet e harameve. Pos nëse bëni tregti me pëlqim të dy palëve, pra pos nëse ta shet shitsi edhe e blem blersi me dagorci të çmimit, thot Allahu te bareke ve teala në vazhdim, dhe mos e vrani veten. Pra askush për juve mos ta mbyt veten. Zoti e ka krijuar që të jeton dhe të ballafaqohet me sfidat e jetës, e jo që ti jep fund jetës çdo ai. Njeriu duhet që të ketë kujdes nga menaxhimi me jetën e vet. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." O ju musliman, mos e vrani veten. Sa Allahu është i mëshirshëm me juve. Çdo problem ka zgjidhje, çdo telashe ka lehtësim, çdo zorr vjen pasi një freski, në çdo tar ka një dritë. Andaj besimtari duhet që të jeton mes këtyre gjërave të cilat Allahu subhanahu wa taala e ka sprovuar me ta. Shikoj të nderuar xhamat. Nëse lexojmë statistika dhe shkaqe do të diskutojmë me len Allahu te bareke ve teala, çka kanë thënë ata të cilët i ndjekin fizikisht vetvrasjet e njerëzve, e pastaj çka thot feja, e çka thot Kur'ani i Zotit te bareke ve teala, që duhet na si musliman që ta shohim këtë punë. A mund të paramenoni që në disa prej shteteve si Kina dhe Japonia janë shfaqur vetvrasjet e fëmijët. Janë shfaqur fëmijë i vogël 5 vjet, 6 vjet e vran vetëm. Mi 5-600 fëmijë e vrojnë vetëm në vit. Dhe kjo është tmerr. Dhe zakonisht trendet fillojnë me një vend, pastaj edhe kalojnë në vende tjera dhe bëhen normalitet. Andaj duhet kemi kujdes dhe përgjegjësia e çdo prindi duhet të jetë e shtuar. Dhe këtu kur jemi të vetvrasja, normal se përfshihet çdo çrregullim tjetër. Çdo çrregullim tjetër. Ndeja e të rive dhe të rejave natën jashtë, përgjithësi para prindi. Përgjithësi para prindi. Ai që ka në xhenem i pari për ata baba i vetë dhe nëna vetë. Sa do që ata ta arsyetohen apo të thojnë se na jena konë të zënë, s'ko të zënë, për e vlatin s'ko të zënë. Krejt bota është për tyje e ndalume nëse ti nuk i të morë me, aja e vladi jotë. Rafje të shumëta, problemet të shumëta. Kjo të kalëzën se një defekt shumë i madhë të ndodhë të njerëzit. Andaj shiko statistikat e vetvrasjes në bazë të organizatës shëndetësore të globit. Në vlerësimin më të fundit të organizatës botërore të shëndetësisë, sa vritën vetën ndëruar xhamat? Sa e vrasin vetën në vit? Mbi 720.000 njerëz në vit shkojnë në ahiret me të pyet me vetën. 720.000 njerëz e vrojnë vetën në vit. Pastaj këtë numër merr shpërndajna për dunjë. Edhe një dikun që të jenë edhe na dikun. 1 në 100 njerëz nuk vdesin normal, po e vrojnë vetën. 1 në 100 njerëz e vrojnë vetën. Kjo është fenomen. Kjo është dukuri. Dhe shtetet ku janë më të vogla normal se numri i banorëve është më i vogël, edhe normal se përqindja del më e vogël. Por si fenomen globalisht o shumë i madh. O shumë i madh. E mrin gati 1 milion çfarë? Se njerëzit e vrojnë vetën në vit. Në vit. Pra gati 1 milion njerëz nuk vdesin normal. E në vitin vetë. Do t'i ndalu. Andaj duhet besimtari që të ketë shumë kujdes. Dhe mos të lën asnjë sebeb pa e marrë në çështjen e
qetësimit, relaksimit, marrjes së gjërave me stabilitet, me urtësi, me Kur'an e kështu me radhë. Cilat janë shkaqet të ndëruar xhamat që njerëzit vriten? Kemi shumë studime. Një ndër studimet më të njohura janë studimet britaneze. Studimet më të njohura janë studimet britaneze. Mbas të studimit britanez, 3 shkaqe janë të cilat e çojnë njeriu në vetvrasje, sidomos në moshën 12-18. 12 vjet 18, nga se fillon faza e pubertetit edhe transformimit nga fëmiria në moshën e pjekurisë, dhe derisa është në transformim ka turbulencë. Dhe në këtë turbulencë nuk ka mundësi me e mbajt vetveten. Çka e nxit një 3, 12, 18 dhe deri në 25 që ta mbyt vetveten. 3 shkaqe kryesore, pastaj ka detale. Shkaku kryesor cili është? Shkaku kryesor. Çrregullimi mendor, psikik. Jo, nuk është për qëllim budall më po, jo. Presion, friga, shqetësimi, merakosje e madhe, si ka me kone ardhmja, e kështu me radhë. Shiko, njerëzit nga presioni i jetës, Allahu subhanahu wa taala këta ka rregulluar në Kur'an. Neve na ka rregulluar Zoti me Kur'an këtë punë. Nuk ka nevojë që të çrregullohet muslimani. Pse nuk ka nevojë që të çrregullohet? Se ti je musliman. Jeta jote s'është e jotja. Zoti e kontrollon ata, Zoti e drejton ata. Zoti të ka urdhëruar. Ti je një shërbëtor, ti je një hizmetar për të cilin hizmet paguhesh. Dhe nëse s'ban hizmet nuk paguhesh, dhe tipi hizmetit së ndel, ti nuk mundet me thonë, nëse thot dikush, unë s'jam hizmetar, nuk mundesh me dalë me kësajna. A merr ajër, a pi ujë, po, a ha bukën, po, në hizmetari je. Leje bukën, leje ajrin, leje ujin, atëherë takshimi apo, më vdes. Ti s'ki mundësi me dalë për hizmetarllëkit. Ti së ndel për robërijës, je rob i Zotit te bareke ve teala. Andaj të nderuar xhamat, ta kuptojmë një gjë, se Allahu subhanahu wa taala ka rregulluar këtë në Kur'an. Ne jemi të urdhëruar që të bindemi Zotit. Qulu amanna billah. Thuani i kemi besuar Allahun. Thuani i kemi besuar Allahun. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. Ai ka kriju vdekjen dhe jetën. Se ke kriju ti vetën, ai ka krijuar. Por këtë arsye ndër kushtet themelore të Islamit dhe imanit të besimtarit, cili është shtylla e 6 të imanit, an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Ti besosh kaderit, edhe të khairit edhe të sherrit. Futen kokë, dhe du ta fut çdo kush kokë, dhe du të flet me evladin e vet, nëse shqetësime apo turbulenca në mendimin e tina, e kështu me radhë, duhet ta fusim të gjithë në bindjet tona. Gjithë shka është prej Zotit madh te bareke ve teala. Kretë është sprovë, gjithë shka kalon. Dhe nuk duhet besimtarit të merr vendime të cilat i kushtojnë. Njerëzit mendojnë se po lirohet bisikletin. Në realitet, ai ka vazhduar sikletin tjetër. Ai në xhenem ai. Neve në dhimbsen familjet që i humbin në vladët dhe u shkakton dhimbje të fortë, të fuqishme që e humbe vladin në këtë mënyrë. Mirë po, këtu nuk ka për t'i bërë qef kërkujna. Vetvrasësi hyn xhenem. Ai që ka e myt vetën hyn xhenem. Ai pastaj çka doje le të kish mendu. Ai pastaj çka doje le të kish vlerësu. Ai pas doje çish doje ta kish marrë vendimin. Na mund të analizojmë, mund të flasim pse tek çish erdhër te ajo. Mirë po, vlerësimi përfundimtar i një njeriu i cili e vret vetën është se ai përfundon në xhenem. A e nxjerr Zoti bi xhenemit, a nuk e nxjerr? Është çështje e rahmetit Zotit, çështje e Zotit vet. A maj për me hinë xhenem po? Sepse ai e ka marrë të drejtën e përfundimit të kapitullit jetës vet. Allah ka botë ndaluar. La taqtulu anfusakum. S'ka me vra vetën. Për këtë arsye në njëri, në kohën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, kishte luftuar shumë. Dhe sahabët thanë, ma ajra'ahu. S'kemi pa njerë ma të guxim që më luft. Ky ka po luft madhe. Dhe fillon me lavdrua. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innahu fin nar, ajo në xhenem. Edhe njëri prej sahabive kur tha në xhenem, nuk mujti me rregullu këtë në kryen e vet. Tha, si ka mundësi me kanë këtë xhenem, shkoj e kontrolloj. Duke përfunduar lufta, ai ishte plagos shumë dhe nuk mund t'i duron të plagët e luftës. Dhe çfarë bani? E futi shpatën
nga ana e kallofit në tokë, edhe nga ana e briskit në zemër. Edhe këcaj mbi ta, edhe mbi ti vetë. Edhe pastaj erë ky njeri dhe i kallzoi sahabeve dhe pejgamberit alayhis salam. Pa filani ja Rasulullah ka vrarë veten. Tha pejgamberi alayhis salam, Allahu akbar. Allahu është më i madhi. Allahu më ka dërguar pejgamber. Ai u kallzova sa në xhenem. Pse? Sa Allah ka kallzuar çiki, ani pse duket çatu luftu. Kin fund e vret vetën. Që i bie të ndëruar xhamas kjo punë rrezikshme. Zguxon besimtari me marr vendime çka nuk i përkasin. Ose me marr kjo vendim hinor, kjo vendim qellor, s'kiti këtu dorë. Me kanë dhimbtat më të mëdha në botë, ti s'ki dorë aty. E prit derisa të vjen melekul mauti pe anës Allahu subhanahu wa taala, përveç se të vrasën me meselë tjetër. Ama dora jote me prek në vendimet që i përkasin Zotit jo. Andaj tha alayhi salatu wassalam, unë jam i dërguar i Allahut. Ai u tha se janë xhename. Por këtë arsye, çështja e parë që e kanë pru si studim në sebepin se i nxit të rit me vra vetën, cila është çrregullimi i frikës, çrregullimi psikik. Çka ka mendon, si ka mendon e kështu me radhë. Dhe kjo ndodh nga fazat në mënyra të ndryshme. Kjo mund të mendon në aspektin ekonomik. S'ka parë. Kjo mund të mendon në shkaku i trajtimit të familjes. Kjo ka mundësi të ndodh nga brutaliteti i prindërve, nga brutaliteti i dikujt tjetër familje. Ka mundësi dikush në shkollë, apo rrugë, apo dosta e kështu me radhë. Krejt këto gjëra ndodhin dhe e merr ai atë pasojë. E dyta që kanë thënë cila është nënçmimi, bullizmi, përçmimi i njerëzve. Kur njeriu nuk e nin veten të vlerësuar, kur nuk e nin veten të shoqërisë dhe fillon me ul vetbesimin dhe fillon me ul që ai përket që ti veni, që sa shoqërie, sa është i dobishëm, se ja vlen me vazhdue, se ja vlen me jetue, se ja vlen me kontribue, atëherë kur të grumbullohet ki shumë presion i madh, fillon edhe me izolu vetveten dhe ka mundësi përfundimi me kanë edhe më i tmerrshëm me vrave vetveten. Atë kjo është shkaku i dytë. Cili është kjo? Është mosvlerësimi. Dërsa ne si popull të nderuar xhamat fatkeqësisht mos me qenë Islami edhe imani, xhamia, namazi, agjerimi, haxhi, zekati, sa e nënçmojmë në njeri. Në njeri nënçmojmë në pisit vene në dunja. Ne nënçmojmë njerëzit. Dhe kjo është ndalume. Ne keshmi me njerëzit runa Zot. Ne tallim me njerëzit. Nuk ka tallje veç me gojë të ndëruar xhamat, edhe gjesti tall. Edhe kur s'ja zgat dorën dikujt ti të tall ata. Ti ka mundësi e vrat për zgjallje ata, ti e plagos për zgjallje ata. Në fjalë rand çka ja thu ti gruas tane. Në fjalë rand çka ja thu ti evladit tan, dostit tan, kolegës tan, babës tan, nanës tane. Ka mundësi e vrat për zgjallje. E myt, se jo fjalë randa. Në tallje çka e bën dikujt, në ignorim çka e bën dikujt, në zullum çka e bën dikujt, ka mundësi shkakton taj turbulenca val të mbrojtjes dhe ka mundësi dikush nuk ka i fort për më mbrojt qatë shumë, edhe runa Zot merr mendimin me vrave vetën. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më i kujdesshëm vlerësimin e njerëzve. Interesoi për njerëz, kujdeset për njerëz, kujdeset për këta shtresat e njerëzve. Por çfarë arsye? Nëse kujdesi edhe marrja me ta, edhe përkushtimi i tij. Shikoni pedagogët të cilët flasin për edukimin e fëmijëve. Se na po duhet me të kallëzu që ka thënë pedagogët se hadithe për ditën ato kallëzu. Po aty alon shen dikujna. Edhe pse për neve nuk është e vlefshme ajo. Për neve është e vlefshme fjala e Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë, po atë çka ka thënë pejgamberi sa më than këto citat për citati. Citat për citati. Çka po thonë? Çka është pika bazë e edukimit të fëmijëve? Cila? Zakonisht njerëzit kur dojnë mu shfaqsu prindrit, që shfaqsohen që unë mirëm, unë e vladin ketë jam të ja bo. Piku janis, pite buka. Unë i kumpru buk. I kumpru oj, që e tesha shqyrë që e kumpru, ble, apo, dhe plotësimin e nevojave elementare fizike ke logarit që e ka krije obligimin. Kjo obligim nuk numrohet. Kjo obligim nuk numrohet. Edhe hajvanit vet i be me hangër. Hin,
këshirë emisionet. Edhe ata që ka mirë me hajvan e din. Hajvani nuk e le bahaje. Qenin e vogël nuk e le bahaje. Macën e vogël dveti nuk e le bahaje. A kur u bo njeri mu lavdru me atë që ka e ban hajvanit? Jo të ndërum gjëmat. Sështë ajo. Tërbija në islam. Tërbija, edukimi në islam. Ndërkohë që këta të se të mirën me kujdesin e fëmijëve dhe pedagogët e fëmijëve që ka thojnë, numër 1, strumbullar, bazë për edukimin e fëmijëve, cila për kushtimi i vëmendjes, marrja me ta. Kjo është numër 1. Çka dush ban? As mirësh me ta. I të hub. Jetë hub. Nuk e dim cila vale për plasë mo. Ama ti e të hub ata. Për kushtimi me ta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i përkushtoi njeriu. Kur fliste me dikan, u kthej ke ka haj. Nuk i dhe ka be fol për që ati. Jo, u kthej ke ka haj. Kur ja ip ke dorën dikujna, i dyti e hekke. Nëse ja zgjatë të dorën dikujna, pa e hek, aj ki nuk e hek, kjo për kushtim. Kjo është, apo, e përgdhel ke njerin, i fol ke njerit me mushir, i jep të shpres, i jep të mushir. Vinte njeri i thonë dhe ja Rasulullah i kam po katë gjunahe, thonë të hinë islam se Zotit i falë. Vinte tjetëri për shemë dhe ja Rasulullah i kam të pruhe. Ka një mundësi, ka një zgjidhje. Për këtë arsye, kujdesi për fëmijët, marrja me fëmijën, që ti kushtosh kohën nga koha jote. Zakonisht njërë që ka thonë, s'kam vaktune. Dhe kur ta këshish këtë s'kam vaktin, të ndërum gjëmat, qish për këthejt kjo? Meri këtë s'kam vaktat e njerëzve, s'kam vaktune, ajo të morë me biznisin e ti. Biznisi i ti është për pare janë për me hangër, haja janë për bark. Aja të thonë s'kam vakt për barkin e vetë. A kuptove? Edhe një herë. Krejt njerëzit që ka thonë s'kam vaktune. Më falë, pëse s'ki vakt? Po më punë një du të me shkue. Më falë, më punë, pëse shkon? Po pare. Më falë, pare, pëse duen? Po me ble me hangër. Më falë, pëse habuk? Për barkin. Ha? Për barkin, apo? Do më thanë, barki jot u ka bo më rëndësi se tërbija e vladit tanë. Më falë, barkin më fundë, ku shkon? Transmeton Imam Ahmedi dhe Imam Hakimi në Mustadrekin e tina. E pa një njeri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët ju kishte bo barki. Barki i madh, gahaja e madhe. Dhe sahabët përgjithësia kanë njerëz të zaif të hollë. Atëherë pejgamberi sa ban me isharat ka barki i tina. Thot, me pas mush që tërkon i shkon më mirë. Vini re, me pas mush që tërkon i shkon më mirë. Çka me mush? Me pas çuçi ta në ahiret më mirë kanë. Me pas dhënë fakarajës më mirë kanë. Dhe të ndërum gjëmat, mos arshetomi këtë, s'kam vaktune për vladin tem, s'kam vaktune për atë që ka ti më të shtrejti më botë e kije, ata fëmijë që për rejën e për shkolla, a janë domit atë shpive, si tjetë domit të angomin dom, ama dhe nuk mujna mu anguhe në spital, se ata kanë babe dhe nanë, edhe nështë ta runa zote dhe janë njerë të cilët, edhe vinë gjami, apo i përkatëson e pakta islamit. Dhe qëfar? Ja lejon fëmijës vetë, aj me shku me rrej dikan, me nënshmu dikan. A këta faraona, ku janë të jetu këta faraona? Njerës të cilët mendojmë se i ka bo 2 dinar në gjep, kujton se pale sa i madha bo. A nuk e ditë se Allah të malkon ti dhe familin të malkon. Por këta syet të ndërum gjemat, nëse neve në revolton kur një djallë e rrejnë dhe e bullizojnë dhe e nënshmojnë, mbledhën grupe e fëmijëve, njerëz të cilët janë pa bobe pa nanë. Apo, andaj përgjithësia, bazë e para dhe e fundit, ambi ata prind të cilët nuk kanë kujdes mbi evlat të vet. Andaj tha alayhi salatu wassalam, ju jeni përgjegjës. Përgjegjësie. Ti Zoti kam dhënë, unë ta kam çu fëmijën. Ai deri mbi lik s'ka pas, si ka pas ngarkesat fetare. Çka ke bëti me ta? Andaj mos shfaqsohemi të ndërum xhamat. Jo unë jam punë, unë se diçka të ndodh, jo diçka të ndodh, dhe duhet me diçka të ndodh. E pakta njëri prej prindve duhet me pas një kujdes, më i nda përgjithësitë, më i nda obligimet. Për këtë arsye, shkaku i ditës pas studimeve të vetvrasjeve në botë, cila është kur njeriu bullizohet, nuk vlerësohet nga shoqëria. Dhe e treta, e që gjithë kanë baza fetare,
E treta cila të ndëruar xhamat, kur njeriu jeton në familje të ndarë, ose për lahën babën anë vazhdimisht, ose i ka të ndalë, edhe krijon të aj presion, edhe pastaj kjo ka forma të ndryshme. Çdo njëra për këtyre trijave ka detale të shumta. Kjo quhet presioni familjar. Ku njeriu vjen në dunja dhe kuptimet e para, domethënjet e para, pse ka ardhur në dunja, i merr te baba i vet, te nana e vet. Çka nëse nuk e gjejmë? Këtu ka një problem. Andaj për shembull, pse Kur'ani i jep rëndësi të madhe dhe shpërblim të madh atij i cili i jep kujdes në jetimit. Sa ai ka ardhur në dunjë nuk ka dikush që e përgdhel. Kur ti e përgdhel, ti jetë e mbrojt pi vrasjes, pi mbytjes vetes. Sa ti të më gjet me anajën. Pse unë jetoj? Pse kam ardhur në dunjë? E doni një edukator, e doni njëri i cili e ndihmon. Andaj të ndëruar xhamat në familje të cilat ka shkullërzime. E do të flasim për shkullërzimet, se sa kam rrinë niveli i shkullërzimeve në botë, dhe sa në ditë shkullërzohen njerëzit. Apo? Andaj, kjo është prej sebeve të cilat i kanë përmend studimet perëndimore, më konkretisht britaneze. Tjetra, prej sebeve që i kanë përmend që ndodh vrasja e vetes, mbytja dhe vetvrasja e vetes. Cila është ajo? Ankthi, depresioni. Çka është ankthi të ndëruar xhamat? Ankthi është valë shtypse tek njeriu, e cila izolon njeriu. Si krijohet ankthi? Ankthi çka? Frikë, tut e madhe, dro e madhe. Çka ka mendon? Ankthi është për të ardhmen, por mundet më kriju nga e kaluara. Çdo fobi, çdo frikë, çdo një lloj padrejtësie që ka mundësi njeriu me pas jetuar jetën e vet, i krijohet ankth. Për shembull, nëse me një vend kalon dhe i ndodh një e keqe, krijohet ankth ka i venit. Ankth krijohet. Dhe kjo a ka bazë sheriatike? Ka bazë sheriatike. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: kur të kaloni në për vendet që i ka bë azab popujt më herët Allahu subhanahu wa taala, shpejtoni, nxitu, dhe më shpejt. Ka disa vende në Arabi dihet se këtë vend Zoti ka zbrit dënim. Ka pas rast i ka ndodhur njeriu, i ka dash me kalu çanera. Dhe ka thënë alayhi salatu wassalam, kur të kaloni në ato vende, kalo më shpejt. Pse? Se ka zbrit një herë dënimi aty. Zbrat për dytin. Ka mallkimi. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kur vinin rreth e shiu, mjegullat. Çfarë bën të thot Aisha radhiyallahu anha, e kapte friga. Hingë mrena, dilke jashtë. Hingë mrena, dilke jashtë. Kur frinte era, të ndëruar xhamat, kur frinte erë fort, pejgamberi sa shqetësohej shumë, frigohej. Dhe Aisha thot, ja Rasulullah, një ditë i thash, ja Rasulullah, ç'është kjo frikë? Ç'është ky shqetësimi joti? Sa herë që vin rreth, sa herë që vjen frima, ti shqetësohesh. Këtë njerëzit gëzohen, ti shqetësohesh. Tha, oj Aisha, a nuk e di ti se dënimet e popujve kanë filluar me erë? Ka ardhur një erë, sikur fllak, po vjen fllak, u ka shtuar ai niveli edhe fuqia asaj frime derisa i ka mbyt këtë. A nuk e di ka thonë se një popull a shkatruar kur i ka pa rreth, edhe ata ka thonë, alhamdulillah, shia, po, shqyqërshia të ura. Allahu xhelel ka thonë, bel huwa masta'jaltum bi, që kjo dënimi juve. Se shivi mos mulal, na markeve. Andaj shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtori Allahut, lutet te Allahu subhanahu wa taala, se kjo krijon një lloj frike. E kjo frikë normal se normalizohet pastaj me ibadet. Me ibadet te Allahu subhanahu wa taala. Sa prej njerëzve janë në angst mbas të zyrtarëve. Pastaj çka i kanë numëruar njerëzit, çka janë shkruajt vet, ata çka janë shkruajt, ata s'e din për ata. Pa ata çka kanë shkruajt doktor vet ka shkuar doktor. Edhe e ka shpreh një lloj depresioni, ankthi, frike, sa janë ngot 1 miliard. 8 miliard i ka dunjaja, 1 miliard njerëz vet vullnetarisht ka shkuar te doktori, s'jam mirë diçka. Nuk jam mirë diçka, s'jam mirë, apo kjo s'jam mirë, pastaj është marrë diagnoza 1 2 3 4, edhe rezumeja depresion. Pastaj ka lloje ndryshme, të cilat janë të njohura dhe detalet e mjekëve, depresione të ndryshme, frikë, shqetësim,
Nuk hec mirë, nuk shkon. 1 miliard. Shqetësimi ka fillim dhe ka mbarim. Të nderuar xhamat, çdo shqetësim fillon pak, funja konop. Andaj duhet besimtari me shtu besimin Allahu xhel xhelalu. Njerëz, këto 1 miliard njerëz që janë deklaruar vetë te doktori që jam i smut, sa kanë nevojë këto për Allahun subhanahu wa taala. Sa kanë nevojë për rahmetin e Zotit xhel xhelalu. Sa kanë nevojë për një shtrirje të dorës, për një përkrahje, për një fjalë të mirë. Sot njerëz dangojnë fjalë të mira të nderuar xhamat. Jo. Fjalë të këqija. Fjalë të këqija. Sharje, mallkime. Çka? Sot a e dini se njëra prej problematikave të vetvrasjeve, njëra prej shkaqeve të vena, cila është? Rrjetet sociale. Rrjetet sociale. Presioni i madh i lajmeve. Një studim çka e kanë bërë doktorët, kanë thënë me një mahall, me një qytet, me një fshat, si ndodhe një vetvrasje. Mbi 90% e rradhës mrena 2 javë. Për shkak të normalizimit. Ki e provoj, po. Edhe unë. A kuptoni? Kjo është po. A mund ta paramendoni sa njerëzit dëgjojnë lajme, ndeshje, umit, e pas ka bë këta, e pas ka bë ata, i pas ka ndodhur kjo, ajo kjo, dhe fillon njerëzit bombardohen me lajme. Dhe shtoja kësajna se ka portale dhe ka media të cilat e synojnë me dhunutije. Ai para e ka ata. Apo, ai nuk e ka gale tip se të ka dek baba, as nana. Ai nuk e ka gale pse ja çet të marrën babastan, nuk e ka gale. Ai e thotë unë ças lajmin. Apo, andaj ti e gjen njerëz për shembull që shtihen me gazeta në përgjigje të ndryshme, të na pak se njerëz do mirë, në përbot mirën shumë, se thotë unë më ka dek. Ky ma ka qit skandallin dhe mirë me këta. Dhe kjo presion të ndërum xhamat, kjo presion. Njerëzit jetojnë presionin sociales. Pse ka shkujt kështu për mua? Pse më tha kështu mua? Pse më ka komentuar? Shikoj njerëzit për një like, slata natën. Për këtë arsye, muslimanët kanë nevojë për një shqetësim, për një qetësim të mirë, për një rifreskim të imanit të tina, për një rrimarrje të forcës, nga kjo zhurmë e madhe dinamik e madhe të cilat i ka përfshije shumë prej njerëzve. Tjetra cila kur humb njeriu disponimin, nuk ka angst, nuk ka frikë, nuk ka në depresion. Po çfarë është? Është një lloj stresi. Stresi që shoh, ti ke rregullije, ke normalie, mirë po keni frikë të vogël, një stres të vogël. Ajo mund të mendohet për shembull, çka? E hub punën. S'ta shlojnë rrogën. Kan thënë i e pa vendim, edhe të marrin kështu, apo? A di na të shimojnë. I e pa vendim edhe hajde tash rriti në pezull as ndonjë as në Irak. Konflikti në shtëpi, sëmpemrina, stresi i fëmijëve, blema atë, blema këtë, stresi i grujës, ato mrinën nga kur gjo, dhe njeriu fillon dhe akumulon e mbledh, edhe kjo mundet me shkue, dhe është njëra prej sebeve që janë pa në shumë prej diagnozave se njeriu nga kjo, në fund ka thona diçka, klirona, vini rejtë ndëruar xhamat. Çdo njeri që ka vra vetën, ka dash mu liruë. Andaj mos i ngarkoni njerëzit. Thotë Muhammed el-Ghazali rahimahullah, muslimani nuk i ngarkon njerëzit. Se ti ka mundësi ashtë një laf, një gjest, një njërim, një të keqe, një zullum, një padrejtësi. Ti nuk e di ku funi asaj. Ti e ke prek rrimën këtu. Ti se di shka i shkakton ajo. Andaj kujdes që i fol me vlat, kujdes që me fol me bashorte, kujdes që i fol me babë me nanë. Kujdes nana baba që i fol me vlat. Se shpesh ndodh për shkak autoritetit që e kanë, edhe është gjali shun, çika shun, hajde baba, ama i s'di munalaj, ai s'di munal. A di një herë një ditë po të ngoj, mo ti për ditë. E kur të bëhet për ditë, sa neve na shkruajnë, apo gjë për ditë s'ka ditë që baba s'um hip qaf. Apo, e këti si doli 1 miliard barëmi, apo, ta të kur gjë, gjali filani 2 miliard i ka provuar. E kur t'ja nisë ki, ama kujdes, se pastaj kur e shef më konop, jo, mos alim thusum duam barët, ama është vonë. Sa së është bo vonë, t'i kthemi Allahut, t'i kthemi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, t'i kthemi namazit, t'i kthemi Kur'anit, t'i kthemi vetdijes të cilën e kërkon Allahu subhanahu wa taala. Kjo edhe shkaqe të tjera të sa ti kanë përmendur dietarët, do të shtim në ligjratën e ardhshme, lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelal na mundson që të jetojmë me Kur'an. Lutim Zotin e Madh që Allahu ta ruan rinin e muslimanëve, të ruan të rejat e muslimanëve,
na vetëdijson si popull, si musliman. Na ban Allahu te bareke ve që largon streset prej neve, të largon depresionet prej neve, të largon ankthët prej neve, të largon frigat prej neve, nga sa Allahu subhanahu wa taala e don që robit këtë shpresë në rahmetin e Allahut, ta shpreson mëshirën e Zotit te bareke ve taala. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal muslimanët këtë që Allahu të ndihmon. Fuqarat, skamlor, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të vejat, të gjithë Allahu të jap nga rahmeti i vetë dhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.